E kam Florian Binaj në studio, mirë se erdhe. Mirë se gjeta Grida. Kënaqësi që të kam në studio. Mund të ngacmoj kam tentacione të ngacmoj në 100 mënyra. Më ngacmo. Të ngacmoj. Më ngacmo. Je i sigurt? Po. Të duket shaka politika? Jo. Okej. Është një mjet për të zgjidhur problemet. Okej. Por kohët e fundit kemi parë, vitet e fundit që është edhe një mjet për të krijuar ato. Është një mjet për të krijuar, nuk është shaka. Nuk është shaka. Kur hyre këtu se kisha emocione se kisha kopa hyr. Ishin më të ndaja se sa 3 vite e gjys. Ke disa emocione të përzierja tani. Po. Unë do të përpiqem të përziej gjithë akuzat dhe gjithë, le të themi, pretendimet që thuhen në këto momente, se një gjë është e sigurt, që nëse në atë dimensionin ku ti ke qenë në art dhe në humor dhe je, pa kusht të vënë dyshim se e shijon, ke ky dimensioni ku ka ardhur, unë ta them parantez, gjithë do të vënë dyshim sepse të gjithë kanë tendencën të shikojnë intrigën pas. E vërteta e kandidimit tënd është ti vet, propozimi brendshëm i një grupi të vogël, i një grupi familjar, i një grupi partijak, kush është, si erdhi emri jot, si gjetje dhe si propozim? Atëherë në radhë parë do të filloj me një falënderim që ishe ti, që u bëre sebeb që unë u riktheva sërish tek ajo shtëpi ku unë kam lindur artistikisht. Dhe e dyta është sepse gjërat ngjajnë sikur ndodhin ndonjëherë në moment, në çast, por ne nuk mbajmë mend se çka ka ndodhur vite më parë.